gjithëve, mirë se erdhët në vlogmas dita 17. Nuk do të kemi një vlog, sepse nuk arrita dot që të bëja, nuk isha mirë fizikisht nga shëndeti, kështu që nuk bëra dot vlog, por sot kemi qenë edhe në Jumbo në Athinë, sepse na duhet që të bëjmë gati dhuratat, edhe vetëm sot kishim kohë të lirë që të blinim dhuratat, të vinim në Jumbo e të blinim për të gjithë fëmijët që kemi të afërme, të shokëve. Këtu kam një mega pako që nuk e di po do ta ngre dot, po tregoj, por është tepër e madhe. Që të ngrihet kjo bëhesh me hernjë, kështu që po e le më mirë këtu poshtë edhe po i nxjerr. Tani, do t'ju bëj një jumbo haul, sepse nuk e di po u thash, dhe 80% të gjërave janë lodra, sepse ju thash janë për fëmijë. Nuk e di po do keni interes, por disa ide për t'ju për fëmijëve dhurata. Tani, po t'ishte për mua, unë gjithë këto lekë që shpenzuam në lodra, do t'u kisha vajtur të gjithëve, do t'u kisha blerë rroba, sepse e di se nënat duan më shumë rroba për fëmijë për t'i ndërruar për në shkollë e të tjerë. Por burri thotë që jo, do blinim, ide më e mirë ishte që t'u merrnim lodra që dhe fëmijët të kënaqen, se për këto janë dhuratat. Kështu që hajde, mirë, blem lodra. Fillojmë tek lodra e parë që e kemi marrë 3 herë, jo një herë. Është kjo këtu, është një piano, bashkë me këtë këtu që nuk jam mbajmën të emrin, edhe e kemi marrë për 3 fëmijë, e kemi marrë për Jasonën, kjo do të jetë dhurata Jasonës për vitin e ri, për Krishtlindje, edhe tjetër do të jetë për 2 fëmijë të tjerë, një bebe dhe një pak më e rritur. Ku t'i vendosë unë këto? Do t'i vendosë në tokë, se s'kam... Kam gjetur diçka shumë të bukur për Ailën. Kjo është për një nga ditët e advent kalendarit, sepse mua më mbaruan të gjitha dhuratat që kisha blerë për advent kalendar, kështu që mora dhe disa tani. Dhe kjo është një gingerbread, diçka e tillë, një shtëpi krishtlindjesh, po, por është prej letre, jo nga ato me biskota. Meqense ne nuk duam t'i japim shumë biskota edhe gjëra me sheqer Ailës, kur pash këtë në Jumbo, thash një ide shumë herë më e mirë se sa ajo me biskota. As atë nuk isha plan ta bleja, por hajde, meqense gjitha këtë e mora. Edhe është kjo këtu, është më shumë duket këtu. Është një ide shumë e mirë për të kaluar një pasdite bashkë me fëmijët, që ta vizatojnë, ta rregullojnë. Do shohim. Përsëri kjo lodra e famshme, tjetra. Këtu kemi disa çokolata prej baba gjyshi, kemi marrë diku te 3-4 ose 5, nuk e mbaj mend. Të shikojmë se kuj do ja vendosim në pako. Kemi marrë dhe këta arushin e bukur, fantastik, që bën më duket muzikë edhe dritë. Edhe kjo është për një bebushe shumë të bukur, që uroj që t'i pëlqej kjo. Kemi marrë po ashtu 2, sepse dhe një tjetër e kisha nga këto letrat që t'i paketoj, edhe t'u fut në çanta dhe t'u shpërndaj me avash e avash. Se dhe pak ditë e vinë Krishtlindjet. Kjo është një dhuratë për një vajzë diku te 10-11 vjeçe. Ka qef që të bëj këto byrzylyk, të varset, do t'i krijoj vetë ajo, kështu që i morëm këtë, na u duk më interesantja. Dhe motrës së saj i kemi marrë një, nuk dinim se çfarë i pëlqente, kështu që i kemi marrë një që bën makineri, që bën me balë gjëra. Këtë ja kemi dhe Ailës ne, edhe pse nuk e kemi përdorur akoma, edhe po na duket një gjë shumë interesante dhe e lezetshme. Kjo është për Ailën, për një nga advent kalendarët, është Lego që bëhet makinë, besoj, diçka të krijon. Dhurata e Ailës së Krishtlindjeve është kjo. Aila më ka kërkuar slime, më thotë që t'i shkruajmë baba gjyshit që dua slime,
Unë në fakt nuk kam futur slime në shtëpi sepse është shumë i vështirë, po të vendoset në divana, në rroba, nuk hiqet më, dhe nga që nuk dua të shkatërroj shtëpinë, nuk e kam bler fare Ailës. Një herë që i kam marrë pak sepse nuk ja kisha iden mirë slime-it, ja mor e pa në panajër edhe e mori një të vogël, më ka bërë në divan një copë të vogël kaq dhe kam disa vite që nuk provoj edhe nuk hiqet me asgjë, nuk e di që çfarë t'i bëj. Por tani është më e madhe dhe mund të luaj këtu te balkoni jashtë, kështu që nuk do më bëj dëme. Dhe po, i mora këtë, mu duk më interesantja. Kemi marrë 2 çyrek, është ky si pun kejku, diçka e tillë që tani për festa përdoret kjo edhe për pashkët, por unë e kam marrë edhe kështu, jo për festa, sepse është shumë e çuditshme që mbas lindjes së Jasonas më pëlqen jashtëzakonisht shumë ky. Para se të isha shtatzar me Jasonën, as nuk e kisha provuar ndonjëherë, thjesht marr erë edhe më shpift. Ndërsa tani e ha, jo shpesh, por më pëlqen. Kështu që morëm 2, nuk e di po duhet kishim marrë akoma më shumë, por s'ka problem se kanë supermarkete plot. Përsëri për Ailën, ti ke të kaloj kohën, meqense edhe televizor nuk ka, kështu që çdo ditë i japim këto, edhe është në rregull. Një libër me Krishtlindjet, me këtë zhurmën kështu për Jasona. I kisha edhe një tjetër me këtë pjesën këtu që bën zhurmën, por ja prishi Aila, ja shkuli këtë, ja kishte prishur dhe ka ngel vetëm libri. Por ati i pëlqen shumë, Biles është një fëmijë që i pëlqejnë shumë librat, ka interes goxha. Edhe po, do t'ja lexojmë, do t'ja tregojmë, ka dhe ngjyra, kështu që do ketë shumë interes. Ka marrë për vete një sponge me pjesën që mbahet për fondatinën, mu duk vërtet shumë interesante që edhe me lehtë, nuk e di sa do lahet, sa do arrit që të lahet mirë, por është dhe një tjetër sponge këtu. Ka marrë për Ailën këto ngjitsat kur vritesh, lakoplastët, janë për fëmijë, te Gxhan Bua gjeni super lirë këto, edhe për rrallë herë që na duhen për Ailën, ja, i morëm. Përsëri një slime tjetër për Ailën. Burri kishte marrë disa nga këto që vendosen te koka, rrathët, tua vendosim fëmijëve, po tani pak ka marrë 4 dhe fëmijë janë shumë. Shikojmë se kujdo ja vendosim. Do shohim kujdo që t'ja vendosim edhe po, këto ka marrë vetëm. Për një fëmijë tjetër ka marrë edhe këtë makinën me telekomand, edhe kjo një për çuna është një ide shumë e bukur, edhe nuk kushtonte, ishte goxha e lirë si makinë, kështu që punon me bateri edhe është super për çuna që pëlqejnë makinat. Ka marrë unë për një foto tek Pema, e kam parë në Pinterest, këtë që ndizet është si pun fishek zjarri. Do të bëj disa foto me të, kështu që e mora atje, e gjeta kështu në formë peme, sepse kisha vetëm të drejta. Ka marrë dhe këto Doritos që më pëlqejnë ekstrem, janë shumë të mira. Ka marrë 2 këto, super. Kemi marrë 2 sete për 2 goca dhe ato janë 10 vjeç plus. Janë çorape dhe pijama, nuk dinim çfarë t'ju merrnim sepse lodra nuk besoj se do kenë interes, janë goxha të mëdha, kështu që menduam më mirë t'i merrnim këtë seti, edhe është një ide goxha shumë e mirë për dhurat për Krishtlindje. Kemi marrë 2 të tilla, por po ua tregoj vetëm një, që mos t'i hap se s'di ku t'i vë. Kemi marrë dhe disa kështu çanta që t'ua vendosim këtu, t'ua paketoj edhe t'ua vendos këtu. Kam dhe disa vet aty, kështu që po, do t'ua vendos. Kam marrë dhe një filxhan me Grinchin, këtë e kam marrë për Ailën, do t'ja vendos një ditë këtë për advent kalendarin, mu duk shumë interesant, sepse këtë vit e kishin bërë dorën e Grinchit tek shkolla, edhe erdhi më pyeti mami çfarë është Grinchi,
Ja shpjegova edhe i kam vendosur të shikoj filmin e Grinchit dhe i pëlqeu goxha si film, kishte goxha interes, sepse unë ja kam vendosur dhe vjet, por nuk kishte në interes të madh. Kështu që këtë vit që kuptone ma kërkoj vet, ja bëra si pun kinemaje këtu në shtëpi edhe e pa, edhe i mora dhe këtë që ta ketë. Ka marrë këtë sprajtin për mushkonja, i duhej vllait për tek puna, bashk me këtë që kur të ha mushkonja ta lyesh, mos të djeg, dhe këto të dyja, por që ka hapur pak kjo. Kemi marrë një tavëll, në fakt pas kemi marrë me bebaj gjyshin, por hajde, sepse nuk ishim aty jashtë, ishte prishur ajo e hodha, edhe kur vjen ndonjë njeri, çfarë t'i japësh? Letra të lagura për syze, por në fakt janë që kanë dhe për kamer, për telefon, për shumë gjëra, për lente të tilla. Këto i mora për vjerën. Letrat e lagura nga Septona, i mora t'i kem për fëmijët kur i çojnë nga parku ose nuk e di han diçka dhe kanë duar të pis. Ne i blejmë në supermarket të ndryshme, por meqense ishin atje, mora 2 pako nga këto. 2 dhuratat e fundit është ky qenushi robot që kërcen. Është shumë i bukur, më pëlqeu shumë si ide për dhurat dhe ja t'ua tregoj se si duket këtej. Ja, është ky këtu, vetëm kjo ngjyrë ishte, kështu që mu duk shumë gjë e bukur. Dhe dhurata e fundit është për një kushëririn e Aidës, që e dim që i pëlqejnë dinozaurët, por burri donte t'i blinte edhe makinë, kështu që gjetëm një diçka në mes edhe morëm dinozaur makinë. Ja ku është dhe kjo. I morëm dhe Ailës pemën e Krishtlindjeve, sepse donte dhe ajo për te dhoma e saj një pemë të sajën, se kishte parë tek shoqja e saj që kishin ato vajzat një pemë të dhoma atyre, edhe donte dhe ajo, na i kishte për kërkesë, kështu që i morëm një të vogël, do t'ua tregoj tani. I morëm dhe disa kështu topa roz dhe yllin roz dhe kemi storlisur sot bashkë të gjithë. Këto ishin dhe gjërat që kishim marrë, nuk mbaj mend po kemi marrë ndonjë gjë tjetër, por më duket se këto ishin. Dhe po, nuk e di po ju duk një haul interesant apo jo, se gjëra për fëmija. Dhe kështu. Tani të hapim advent kalendarin numrin 17. Isha në më dyshje në fakt, e pja sot apo nesër që do bëj vlog. Por nuk e di, kam një kuriozitet të madh për këtë advent kalendar, kështu që po e hapim sot se nuk më durohet. Dhe advent kalendari që kanë ngel shumë pak ditë. Numri 17 apo jo? Po. Ja dhe numri 17. Paku është e madhe, por produkti është goxha i vogël, duket. Ok, shampo duhet jetë. Dhe po, është një shlarës për trupin me rush. Me rushin e Santorinit edhe ky. Ja ku e keni. Hajde mo, jemi mbushur me këto larësit. Por gjithsesi do t'i provojmë. Kjo ishte edhe video për sot, e di që nuk është në një video vlog interesante, por nuk pata vërtet as fuqi, as mundësi të bëja video. Kështu që sot e bëra pushim dhe ne do të shihemi nesër, natën e mirë.